أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Allahu na fal, na përmirësoft dhe na pranon të gjitha dhurimet që i bëjmë ya Rabb. Një prej ngjarjeve të kohës pejgamberit alayhi salatu wassalam është edhe rasti marrëveshjes së Hudejbiyes, ku mushrikët e Mekës pejgamberit alayhi salatu wassalam i vun kushte jo të favorshme për muslimanët. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pranoi ato kushte. Por në mesin e shumë sahabëve, normal ka qenë edhe Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Omeri ka qenë i njohur si person i rrept në hak, se kur themi rrept nuk duhet mu keq kuptuar me mendu se ai ka qenë i tillë gjithmonë edhe zullumçar, astaghfirullah. I rrept në hak, shpesh më thonë fjalën e parë që ka nxjerr ka qenë rreptësia e tij. Edhe në këtë marrëveshje e ka kuptuar, domethënë Omeri, se ka qenë atë rrethin e ngushtë pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ka kuptuar se po bëhet zullum. Por Allahu xhalla shanuhu e ka inspiruar pejgamberin alayhi salatu wasalam me i pranua ato kushte, sepse ka ditë që në të ardhmen e afërt kanë mu ndryshuar rrethonat. Edhe vetë mushrikët janë kanë ata që kanë prish këtë marrëveshje, edhe pse marrëveshja ka qenë 10 vjeçare për anë pushim edhe për mos më i bë askujt pa drejtësi apo ndonjë tradhtim as shpine. Gjithsesi Omeri ka shku te Abu Bekri dhe te Resulullah sallallahu alaihi wasallam për me u konsultu fillimisht tek njëri e pastaj tek tjetri, me u konsultu pse ti po pranon këto kushte. Allahu xhalla shanuhu e inspiroi pejgamberin alayhi salatu wasalam me i pranu. Shkonte te Abu Bekri thoshte shuj, ai ka pranu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti vetëm shuj. U çudit. Shkoi te Resulullah sallallahu alaihi wasallam i tha, o Omer, këto kushte më ka inspiru Zoti, më ka çu shpallje me i pranu. Prapti edhe ky i tha shuj. Tha Omeri të njëjtën fjalë që ma tha Ebu Bekrit, njëjtën ma tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ulemat kanë thonë, kjo me kuptu se ata kanë pas mentalitetin të kuptuarit e situatave të përbashkët. Pra Ebu Bekri i ka përngja pejgamberit alayhi salatu wasalam në vendimet, në mentalitetin, në rrethonat cilat ai ka pas. Prandaj edhe ka qenë më i dalluari edhe më shumë të njëri që më shumë të ka kuptu pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka qenë Abu Bekri. Ka qenë Abu Bekri. Kaluan vitet, akoma pa mbush 2 vjet, apo aty pari, plus minus, vetëm se e thyn marrëveshjen mushrikët. Edhe disa kushte ata u detyruan me ardh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe me kërku prej tij që me i prish, që ishin në disfavor të pejgamberit. Me i prish, domethënë me kalun favor të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ajo kryesorja ishte që çdo musliman i Mekës që bëhej musliman, çdo person, edhe vinte në Medinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja u kthy aty në Mekë. Qoftë burr apo grua, me kthy te familja e tij në Mekë. Pejgamberi pranoi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kundërta, çdo njeri prej Medinës që e lente islamin edhe shkonte në Mekë me jetu, Mekasit mos më ia kthy pejgamberit alayhi salatu wasalam. Resulullah e pranoi. Thani Resulullah që po pranon këtë kusht, mi kthy muslimant në durët e armikut, me i bë azab, me i dënu. Pejgamberi pranoi. Por Allahu xhalla shanu i kthen të Resulullah, nuk i pranon të në Medinë, djemë të ri që pranon në islamin.
ata nuk ktheheshin Mekë. Qëndronin në periferit Medinës, disa 10 kilometër, 100 kilometër, 90, 110 larg, edhe u bon një grup i djemve 20-30 vetë, i sulmonin karavanët e Mekasve, edhe ja u merrnin ushqimet për me jetonin në për shpella, në për male, edhe u rreziku shkun të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mushrikët i thanë: "O Muhammed, këta muslimant po na i rrezikojnë karavanët neve." Tha: "Unë s'kam punë, unë jam në marrëveshje." "A kemi marrëveshjen që unë mos mi pranu?" "Po." "Shkoni në zani." "Ku mi në zonë ata djemë të rinë për male të jetu, të fort, shpejt, trima?" Tha: "Shkoni në zani vetë, unë marrëveshja se më të inajt." Ata e panë që kur gjas janë të përfitu, veç janë të dëmtu. Tha: "Na diçka, pe prishim këtë marrëveshje. Merri pranojnë Medinë, se kur janë nën, po thamë kështu, udhëheqjen tane, nuk bëjnë këso gjana, se Medina se nuk banin. Ata nuk ishin urnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, donin me mbjetu. Armik i kishin Mekasit, edhe për e tyne, donin me ngranë dhe me pi, tu i sulmu karavanët e tyne. I pranoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të kundërtën, kush prej muslimanëve të Medinës shkon Mekë, dhe më thonë, bëhet e lën islamin, pejgamberi tha: "Mos ma ktheni, mane ju." Se e din të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se s'ka njeri i cili është bën musliman edhe pastaj me lën islamin, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Prandaj kuptojeni një gjë, njeri i cili pretendon se e ka lën islamin, ai nuk u kon musliman që duhet. Ai s'ka qenë musliman. Pse? Se na kemi argumente që në zemër të kuj ka hyrë islami, edhe nëse do të digjej e do të coptohej, nuk pranon me lën islamin. Sepse e di që e vetmja kënaqësi, lumturi në këtë botë, në botën tjetër, shpëtimi i vetëm është islami. Prandaj pejgamberi pranoi. Tha Omeri, mas 2 vjetë kur u prish kjo marrëveshje: "Wallahi l'azim, pasha Zotin e madh." Tha: "Mu mdukej e pa kuptim marrëveshja në fillim, por qatë shpejt, ala pa u bëhon, po dham 2 vjetë, fillova me e kuptu sakt, se kjo gjë është ma e mirë." Edhe tha: "O ju musliman, sa herë vjen argumenti fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mendja juaj nuk e percepton diçka, akuzojeni mendjen e juaj. Akuzojeni mendjen, mos thuj s'po marrok mu mendja, a diçka më mirë pe pranoj logjikën tame pe elo sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akuzon e tha mendjen, se une e kom provu vet, edhe më ka dal dallash, më ka dal gabim kjo bindje. Pa i bo 2 vjetë, u binda se ajo që thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam është e sakta. Edhe në këtë formë, na kalon neve si mësim që nuk ka musliman, nuk ka djalë të ri, nuk ka njeri që ka thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, më uqu edhe me e akuzu, apo me kundërshtu sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se Kurani nuk po thamë për arsye se aty thuj se çdo musliman është i nënshtruar, por të suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka raste kur disa musliman me logjikën e tyre mundohen disa hadithe me i kundërshtu. Kur themi hadithe, është fjala për hadithet e sakta, për të cilat ummeti është pajtu se janë të sakta. E ummeti, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk bashkohet në devijim. Nëse ummeti o bashku për një çështje, se ç'kjo është halal ose ç'kjo është haram, ose kjo bën ose ajo s'bën, dije se nuk ka mundësi me u bashku ummeti në diçka që është e gabuar. Prandaj fillimi i shpëtimit të një besimtari, i shpëtimit domethënë nga aspekti ideologjik, edhe qetësia e imanit, qetësia zemrës është kur bindet se kur vjen Kurani edhe Suneti, ky ban amin. Tjetër është ta muj me praktiku. Tjetër është ta muj me praktiku. Por të fillosh me debatu, me diskutu, ose me të ardhë lloj dyshime, mos e bani gjë të tillë. Akuzoje mendjen tone. Në histori, kur kanë ardhur ideologji të caktuara në përbot,
gjithmonë janë mundu se cilla ideologji me i përshtat mësimet e islamit me ideologjinë e vetë. Ose me thonë, shiko, mësimet e Kuranit, Sunetit për i shërbejnë ideologjisë tonë. A pëshe na kemi mirë, ose kundërta, disa argumentet Kuranit ose Sunetit të cilat kanë qenë kundërshtim me ideologjitë e tyne, ata kanë thonë, kjo është e palogjikshme, a diçka, që ky hadithi nuk ban. Duhet me nru, duhet me këshyrë, se s'po përshtatet me rrethonat. Na kemi, do më thonë, edhe në këtë kohë, disa mendime, disa qëndrime të njerëzve të caktuar që mundohen argumentet e fesë që janë të prera, që nuk ka vend për diskutim, me i kundërshtu me faktin se jo për rrethonat tash janë. Jo. Që të rrethonat që janë kriju tash, mas 50 vjetë kanë mënru. Na nuk e përshtatim Kuranin edhe Sunetin në dëshirën e rrethonave. Por çdo dëshirë, çdo rrethon, çdo mentalitet, çdo frymë që fryn ideologji, duhet patjetër mu përshtat me mësimet e Zotit, sepse Zoti ka zbrit ato. Nuk mujnë mu kanë ato të përshtatshme për 50 vjet, e të pa përshtatshme pastaj për 150 tjera. E çdo ideologji e cila nuk është e ardhur me shpallje. Shikoni vllazën, çdo sen që ka pru Zoti është më e dobishme për njerëzit. Logjikisht kuptojeni këta. Nuk mundet një krijesë me të pru diçka, më konë më e mirë se sa ajo që ka pru Zoti. Nuk po ndalemi te feja. A është vërtetu me shkencë, me mjekësi, me se ushqimet natyrale, do më thonë bio, janë më të mira se sa ato të cilat i prodhojnë edhe i kombinojnë njerëzit. Shko, do më thonë, edhe merri do ushqimet cilat i ka prodhu dikush, qoftë edhe më e lezetshmja në botë, ai ushqimi, por është falc, i prodhum nga dora njerit me kombinimet të caktuara laboratorike, edhe diçka që ka falë Allahu Gjalleshanuhu, edhe që del prej tokës. Zoti kalon misrin, e kalon grurin, kalon tërshanën, kalon trangujt, e tjerë. Cëllat janë më të mira, pa të që Zoti e ka dhënë insanit është më mirë. Edhe gjithë po bindën, domethënë se ushqimet bio ose natyrës që dalin prej tokës që janë më të mira dhe më të shëndetshme. Apo binduni? Po, që ky Zot sa thjesht që të ka thonë më i mirë është trangu i natyrës se sa ato reklamat e aty në çokoladave ku e diçka që i prodhojnë njerëzit nëpër laboratora. A je bind? Po vallë jam bind. Po çështo është edhe ato mësime që kanë zbrit nga qielli, dispozita të halalit e të haramit, që ka është të dobishme dhe dëmshme për njerëzit deri në kiamet, që ka zbrit Zoti prej qiellit, që ka qitë prej tokës pa me perime, që ashtu ka zbrit ligje prej qiellit. Edhe janë më të dobishme se sa që ato ligje të cilat njerëzit po i prodhojnë vetë. Janë mundu në kohën e moqme, para 800 ose 1000 vjetë, disa filozofë në emër të Islamit, me i përshtat ajetet e Kuranit edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me i përshtat me filozofin greke, të Platonit edhe të tjerëve Aristotele, ku e diçka. Ulemaja e Islamit nga thonë ka dalë, nuk ka nevojë që ky Islam me ju përshtat kërkuj, po kretë kanë nevojë mu përshtat të Islamit, sepse Islami nuk ka deg, Islami e bazë. Kush do diçka me nxerr, një ideologji, një dispozit, një mendim, një ligj, nëse nuk përshtatet me Kur'an dhe Sunet, ai nuk ka rregull. Jo me thonë Kur'ani dhe Suneti më ju përshtat ideologjive. Na kemi pas njerëz që për m'ia bën çefin të tjerëve, kur kanë ardhur me komunista, o që edhe ka thonë po përshtatet Islami me komunizmin këtë pikë. Për çka? Për çka ti më nënçmu Islamin? Mu mundu detyrimisht me anvesh komunizmit me thonë jo keni mirë, që edhe na do pika sy i kemi, jo, nëse dan hajde te Kurani të Sunetit, te ajo që ka zbrit Zoti, nuk i përshtatet, nuk i nënshtrohet, nuk merr ngjyra Islami sipas tekeve 50 vjeçare të njerëzve. Mas 50 vjetë del një stil tjetër, një diktatur tjetër, një ligj tjetër, një mod tjetër, tash ta përshtatin prap. Allahu Gjalleshanu ka thonë, ngjyra më e mirë, ngjyrosja më e mirë që e bën besimtari është dini i Allahit.
ngjyrase vetën me ibadete. Ngjyrat më të mira që ti mund mi marrë në trup, nuk janë ngjyrat të cilat ty ti imponon ose thotë që kur ta veshësh këmishën nalt bardh, duhet patjetër më kon pantull kështu. Nëse i vesh kpucat e kafta, duhet patjetër me pas edhe rrypjen e kaft, se dalish ma bukur. E çka? Zemrën zift, gojën brllog, mendjen idiot, nuk të vjen tesh aty mi kombinu ngjyra. Nëse ti nuk je i kombinu me ibadeten mrena, ty të bën të sjellshëm edhe të bukur buzëqeshja jote si musliman. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ti buzëqeshës vllaut musliman në fytyrë është sadaka. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimani është ai që nga dora dhe gjuma ati janë të ruajtur të sigurt krejt muslimanët e botës. Nëse ti del prej këtu, edhe tu të shone pastaj mas shpinë jam të fol për ty, ose ti je të fol për mua, ose unë kum lënë çati kpucat e kam frikë se po më merr dikush, po më vjedh. S'dvyn ty hieshia dhe kombinimi i ngjyrave të rrobave, nuk dvyn. Prandaj Islami nuk i përshtatet kërkuj se Islami është bazë, është temel. Çdo sen duhet mu përshtat mbi bazën e tij të Islamit, se ka nga Zoti. Prandaj çka ka dalë prej tokës prej Allahit është më i dobishëm për ushqimin e njerëzit, për trupin. Dhe çka ka zbrit prej qiellit nga ligjet, nga dispozitat është prapë më i dobishëm për njerëzit. Që të në botë një ligj që 1400 vjet, i cili ka vazhduar tani jetën, nuk është ndryshu kur, edhe o kon i pa, dhe më thonë, kërkush s'ka dyshu në saktësinë e tij në një ligj tjetër jashtë Kuranit. Por që të Kuranin, për 1400 vjet, apo dinin e Allahut, për 1400 vjet, edhe shife se kush ka mujt diçka me sfidu dhe me erzu nga mësimet e Kuranit. Po, janë fryma 20-30 vjeçare, 50 vjeçare. Edhe komunistat janë mundu me e konsideru sistemin e shoqërisë si me burim nga Islami. Për ata që nuk e din, ideologjia komuniste që pasunia nuk është e individëve, por është e shoqërisë. Çka të ki për vete, dush paqare me dhonë, zban me majtë për vete, ideologjinë bazë kanë për Abu Dharr al-Ghifarit. Shokit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabi Abu Dharr, keni një për Abu Dharrin. Ai ka pas këtë bindje, por sahabët edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë kundërshtu. Jo, Abdurrahman ibn Aufi ka qenë multimiliarder. Pejgamberi nuk e ka kundërshtu, Abu Bekri ka qenë multimilioner. Omeri, Uthmani kanë qenë të tillë. Nuk i ka kundërshtu. Abu Dharr ka pas idenë që çdo pasuni që e merr duhet në moment me e dhon. Domethënë për shoqëni më kon. Edhe janë qenë njerëzit të cilët kanë pas në atë kohë për me shkatëru një pjesë të shoqërisë që pastaj me pru dal nga dal do ide tjera, ja kanë marrë pasuninë e pasanikëve, pasunia është e popullit me lloj-lloj parulla, edhe kanë pru, kanë varfru. E dini se ku ka fillu, si ka fillu edhe qysh janë shkatru njerëzit, pasuritë e tyre, etj. Në amën të asaj që pasunia nuk është e popullit pasunia. Pasunia është e Allahut. Pastaj Zoti xhaleshani ja jep kujt të do, nja. Me rahmetin e vet ose me sprovu me testu. Kjo është varur nga Allahi. E nga njerëzit jep Zoti çati që punon. Përderisa jep zakatin, përderisa jep sadak, përderisa nuk i ban zullum kërkuj, përderisa nuk e fiton me haram. Allahut ndihmoft, inshallah bosh miliarderi më i madh i dunjos. Për çka? Ti jep zakatin, jep sadak, pse detyrimisht mu mundu që me Islam me lidh këto ideologji. Pastaj vjen ideologji tjera me disa ajete kuranore ku kanë dashur me nënçmu edhe me i zhduk, se qëllimi ka qenë me fillu me shtit dyshimin në fe. Se pas ka ajete të cilët po duka mi hek. Në momentin që bindët shoqëria atë nëse e hekim si pas tyne një ajet, u kryma, u thuj shejtëria Kuranit. Jënë mundu edhe matematikat shkencore se kanë qitë, që as me shkencë, as me logjik, as me praktik. Para mendo ti del ideologjia që nuk vyn burrat. S'ka nevojë me pas burra dunjaja. Një dunja pa burra, një botë
e drejtë ose ma e përsosur. E mos mi pas burrat kënë kemi pas. Magarta. Oj, se s'du të flas diçka më të pahishme në xhami. Allahu xhaleshane ka lanë prej Ademit a.s. burrin edhe gruan. Kështu Zoti ka kriju dunjon, çështu funksionon bota. Do të mu martu njerëzit, mu shtu. Me ditë ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, Allahu ka thënë burrat janë përgjegjës, janë mbikëqyrësit, janë ata të cilët marrin përgjegjësinë, por marrin edhe respektin, edhe ata janë që japin vendime edhe që mbështetet familjat e ta, ata janë shtylla e shtëpisë. Ata janë të cilët sakrifikojnë çdo sen, ata të cilët dalin përpara çdo rreziku, kur është pyetje rreziku dhe kur është pyetje luksi dhe kënaqësia janë të fundit. Që mendojnë për çto Zoti ka kriju dunjan. Në momentin që përzihet kjo punë, prishet shoqënia. E me kalimin e kohës, 20 vjet, 30, 50, një gjenerat kanë me pas se kjo kon budallakia e shekullit. E ke pas çdo kohë i ka fatkeqësitë e veta, budallakitë e veta, që kjo është budallakia e këtij shekulli. Prandaj nuk ka mundësi diçka e cila është në kundërshtim me rregullat e Zotit. Mund me thonë na kushtimisht pa qëllim të keq rregullat e natyrës që Allah i ka lënë në këtë botë. Zoti i ka lënë këtë botë që çështu me funksionu. Çdo kush që mundohet ndryshe, dije se ka me prish. Dije se ajo herët ose vonë ka më marrëvesh që s'ka rregull. Prandaj po thotë Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sa herë të dyshoni në një ajet ose në një hadith me logjikën e juaj, akuzoni logjikën, sepse thotë unë e kam kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për vendimin në Hudejbije. Pse pejgamberi më lëshu sallallahu alaihi wasallam pa në disa rregulla, në disa aty në marrëveshje disa pika, por thotë e kum akuzu masën e vetveten se nuk është mirë. Se herët ose vonë del e vërteta, domethënë edhe bind Omeri, s'ka shku 2 vjet, se logjika ati ka gabu. Gjithsesi të dashur vëllezër, tema për cilën jemi të fol është se fjalët e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk mundën më kon gabim. Po, mund të interpretohen nga unë gabim, mund të kuptohen nga ti gabim. Por, nëse na i keq kuptojmë, i keq interpretojmë, ndalemi edhe i përmirësojmë. Thojmë ka dalë se pas kum keq kuptu, ta përmirësojmë, filon pikën. Por me dalë dikush, me akuzu, me bërtit, me buhajgare, me nënçmum, kjo nuk është në rregull. Ti nuk mund me nënçmu fen. Ti nuk guxon me dalë me akuzu Islamin për një gabim të dikujt. Po ka gabime, po ka mundësi për përmirësim, ka vend për ma mirë, ka gjithmonë vend për ma mirë. Por njerëzit, ata të cilët ju konvenon, qohon edhe, e akuzojnë Islamin për një gabim të një muslimani. A duhet na mu përmirësu? Po, vallaj, duhet mu përmirësu. Po, se e dim na që në çdo profesion, nëse bën dikush një gabim, i thojnë filani. Përveç kur anë pyetje islame, për një gabim të një muslimani, nuk thojnë muslimani, filani, po thojnë islami çështo. Unë nisën ka herë analizoj, thëmë, elhamdulillah që politikanë nuk jenë konë fetar tanë, që kanë shkatëru shtetin. Se s'kishin thonë politikant, as partit, kishin thonë islami, po bile që aty s'kena pas hise. E bën një gabim më të vogël një musliman, ose se ka bo heq, vetëm thjesht është akuzu, o shpiv për ta. Islamin me bulldozer me mujtë, ose se me atë hultën e shkatrojnë. Ka dalë. Akuzoje, dënoje. Çka duhesh bën? Sipas ligjit me ta. S'ke nevojë ti me akuzu Islamin. Por na duhet jemi të kujdesshëm, aman, kush i bën sejdë Allahut, aman. Keni kujdes. Kush është identifikuar si fetar? Sidomos vllaznitë të cilët janë haxhi, rrinë me kapoç, e kanë mjekrën, i një mahalla, i një katun, i një qyteti për fetar. Ju lutem. Islami nuk ka vakt më marrë me budallakit e mia. Tash më thëmë tuat, me të mia. S'ka vakt.
Ti bën një gabim, unë bën një gabim, ai tjetri bën një edhe rrin ato ashtu mundu, jo se sa ashtu, se nuk thot feja ashtu. Sa të përmirësohet, rahat, që dala që të bën me bën një budallaki hala më të madhe. Ti nuk je të identifiku mos si filan fisteku. Si musliman. Ose rri që duhet, ose vëlla mos u identifikoj hiç bre, hiç mos u identifikoj. Mos njëri njerëzit që ti falesh që je fetar dhe kërkush nuk. Mos në angazhon neve një popull të tërë, një shtet të tërë me veprat e tua. Andaj, kjo është këshilla eme që jap vetës edhe juve, në momentin që keni shenjtë të jashtme, si musliman, që janë të të njoftë tash ke hynë rane në atyne që po të njofin si musliman, në lagjen, në katunin tanë, mos bën vepra të cilat kanë mi ardhur në adresë islamit. Sepse mundohet dikush një vjet, 2, 3, 5 ose krejt çështnia me përmirësu qatë imazh. Pse me bën një vepër të ngutshme e të gabuar, e pa logjikume, e cila mundet me kthy, domethënë mrapa gjendjen si para një vjet e 2. Edhe na gjithmonë të harxhu energjinë në sqarim të së vërtetës. Kur s'po kemi vakt me qel tema të reja, edhe me tregu sa mirë është kjo fe, e qysh i bën dobi njerëzimit, pse po duhet më marrë gjithë me akuzat. Gjithë me akuzat. Çaj i cili të akuzon Islamin, nesër qohet dhe fol për futboll. Por e ka mundësin me bën një gjë të tillë. Andaj, mundin tem, të ati hoxhës, të ati besimtarit, paren ati muslimanit, sadakën ati tjetër që e japin për të mirën e këtij dini, e këtij populli, kur nuk ja u bëjmë halal, nëse një vepër e jotja nga mendjelehtësia, nga ngutia, nga ignoranca, nga keqkuptimi, e dëmton fenë. Ja. Dikush ato mundu me ndërtu një objekt madh. Që tash me hek aty një gurë dhe me ra objekte, ose kretë, ose mu qa, ose mu prish, ose mu rzu, hajde apet me sa një me nëreq. Qohet aj tjetër apet, hajde ta provoj une që tu ta hekin një shtyll, o urzu, se dita, ka dalë më burë. Se cili le të mbanë përgjithësit e veta. Ju e dini rregullin islam, mjeku e mbanë përgjithësinë e mjekësisë. Profesorit të profesionit vetë, doktori, akademiku, politikani, aj ky, hoxha aman të fesë. Edhe i këshillat jemtëri, të cilët që elin faqe islame, e nuk kanë mas vetës një hoxhë cili i mbikëqyr, mos e bani një gjatë tillë. Unë e di që i keni njetet e mira. Por shejtani që ato e do që njeriu në momentin që i rritët menja, thot a ditë ti, me ty s'ka. Me ty s'ka. Pastaj fillon edhe fillimi devijimi të një djali të ri është kur nuk i ngon hoxhallarët. A janë të shenjtë hoxhallarët? Ja, absolut. Me bo me thonë të shenjtë janë hoxhallarët, ku për neve? Atër kemi bo gabimin më të madhë. Nuk ka qenë i shenjtë as pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nuk na lejohet na me mendu se ka hoxhë i cili flitran, i cili të shet ty pi këtu të shet atje. Jo. Këto të cilësi takojnë Allahut subhanahu wa taala, i gjithdijshëm, shet çdo sen, dëgjon çdo sen, di çdo sen, është afër me dijen, shikimin e tij. Njeri është njeri, por pse? Se secilin profesionin e vet di më mirë. Merri ti 20 analiza, 20 letra, e lloj kombinimet mjekve, qeti para vetës edhe hajt jep janë një diagnozë vetës. Nuk e bën ti. Shkon me t'i lexu mjeku. Njëjtën gjë duhesh me bë, argumentet nga Kurani dhe Suneti, nga feja me ilon me deshifru ata të cilët janë përgjegjës për këtë punë. Pra, dersi i sotit e ka këtë mesazh. Po, në shërbim të Islamit. Të jeni të bindur se s'ka dispozit ligj më të mirë se ky din, se ka zbrit nga Zoti krijuesi i njerëzimit. Por nga ana tjetër nuk ka drejt çdo kush në emër të dashnisë që ka për këtë fe me bë gabime që me shku në adresë të dinit ton, këto gabime mos me mund mi përmirësu asun as te asaj tjetri. Lutë Allah në gjallë që të na fal, të na bëj të butë, të sjellshëm, të urtë, largpamës, të ditur, të dojmë njëri tjetrin,
ta dojmë dinin tonë, ta dojmë vatanin, ta dojmë këtë vend, gjithë punojmë së bashku për me arrit përpara, edhe të mos bëhemi armiq të vetvetes, armiq të njëri tjetrit edhe armiq të kësaj toke, sepse dikush ka dhënë mund për me mri këtu ku jemi. O Zot na fal, na përmirëson, na udhëzon rrugën e drejtë. Walhamdulillahi rabbil alamin.